Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi në gjithë sot tek Maja Hasanit në versionin dimror, se kemi qenë edhe verës, për dimensioni dimror, për e ka një aspekt ma ndryshe sa i veror. Dhe i ftuarim sot është vllau Redoni, e falenderojmë që gjeti kohën na u përgjigj ftesës. Aminati. Fillimisht a mundesh me na prezantu shkurtimisht lidhur me jetën tonë? Bismillah, alhamdulillah. Po jam Redon Qerimi, jam prej shtetit të Kosovës. Profesioni im është programer, pas vjoj studimet në fakultetin UBT, në drejtimin e shkenca kompjuterike dhe inxhinieri. Edhe në jetën kohë jam programer në njënë të kompanive, Prishtinë. Në edukimin më të domethënë para fakultetit dhe pas në shkollën e mesme gjimnazin specializuar matematikur në Prishtinë, po kam marrë një farë bazë të gjatë mirë në fushën e matematikës, masanej kam vazhduar studimin e shkenca kompjuterike dhe inxhinieri. Edhe ai gjimnaz që e kam kryer ka qenë përpos se ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, po edhe ka qenë një bazament shumë i fortë që më ka ndihmuar të më qenë studimet më të lehta në fakultet. Bukur. Mirë, na trego pak për çështjen e fetarisë tënde. Je prej atyre që praktikojnë fenë. Elhamdulillah, ta mësu Allah. Trego pak a shumë se si ja ke filluar dhe si ndihesh si fetar. Fillimisht e falenderoj Allahun azza wa jall që më ka mësuar që më qenë në zonë. Në vit një familje që është, mund të thonë që cilësohet si një familje fetare, si nga ana e nënës, po edhe nga ana e babës. Pak se gjyshët e mi kanë qenë fetarë, domethënë kanë falë pesë vakte. Masanej në prej anës të nënës, i kam dojtë edhe tezët, alhamdulillah që falin namaz që një kohë gjatë. Dojtë e mi kanë qenë të parë që më kanë marrë mund xhami, se i vogël, edhe me këtë, nëse mëj me qujtë jetën fetare, një njoftë për një moshë shumë të vogël, alhamdulillah. Masanej, ka dofsh Allah që prej klasës 6 ose 7 dikun, këmë fillu me falë namazin, alhamdulillah, edhe njëtën kohë ka fillu edhe babë jam me falë namazin. Dhe babë ja ka njësë para meje me falë, dhe në si lloj inspirime fa ta marrë, prej prindit tem që me fillu me namazin. Fetaria janë normal në vitet e shkollës fillore, për shembull, ka qenë mesatare nëse mund të them. Namazin e kam falë, edhe pse nuk kam pas atë shumë rëndije për disa gjëra që mund na më çujt bazat që janë shumë esenciale. Mirë po, subhanallahu, udhëzimi vjen vetëm prej Allahut. Kur është ajo koha e pandemisë, mund të thonë që ju mëzu pak më shumë në atë aspektin e praktikimit të disa gjërave që janë pak më esenciale. Që ka ndodhur kjo kon shumë interesant për shkak se pak para pandemisë ju kon janë angazhuar me disa gjëra që ndoshta mund të konsiderohu si humbje kohë, për shembull shikimi shumë serialeve, filmave që ndoshta mundesh me përfitu për ty në mirë, po jo sa mundesh për shembull me përfitu për dijes fetare dhe për libra dhe për gjëra të tjera. Edhe është interesant që kur pat fillu pandemia, që pat filluar më përhap edhe në vendin tonë, që pat në shpallë që ka me pas një lockdown, që i thënë, domethënë një mbyllje të vendit për 2 javë, fillimisht ishte 2 javë, masani u zgjeru. Edhe në këtë moment mendova që këtë kohë kam shfrytzuar për shembull me kthyer filma, me kthyer gjëra të tjera që është një farë lloj shpërmend atë një farë komfort zone, vetëm që e kemi pas. As kemi pas shkollë që ato 2 javë, as po një farë eksperiencë që të rrit më të konsideru shumë mirë. Jackpot që thënë, ka shumë. Edhe, alhamdulillah, në atë moment kur e menova këto, nëse Allahu më mendim që jetën tem nuk jam të shfrytzuar sa dohet, atë sa më shfrytzu. Edhe prej këtij momenti kum fillu që me marr, domethënë fetarin pak më seriozisht, kum fillu që me shtu dijen fetare, edhe pse nuk është që kam atë shumë dije, po alhamdulillah sa më ka mundsuar Allahu më mësu disa gjëra që janë pak më esenciale, edhe kështu pak më shumë domethënë në këtë. Allah shmit. Ti do thotë je programer me profesion. Normalisht ai i cili e njeh programimin domosdoshmërisht e njeh edhe gjuhën angleze. Po ti krahas gjuhës angleze e njeh edhe gjuhën arabe. Këtë e di mirë sepse nga njëherë më bën pyetje lidhur me disa libra që i lexon gjuhën arabe, fjalë të panjohura. E kjo është me të vërtetë kur ta shikosh është një begati e madhe. Shikon moshën 19 vjeçare, përveç që është programer dhe i punson me një kompani dhe shkencët kompjuterike, ka mësuar anglisht e ka mësuar edhe arabishtën. Edhe lexon libra arabisht. A kena një koment në këtë aspekt se që ndin vetën që njeh gjuhën arabe? Kjo është një begati të Allahut, alhamdulillah, falënderoj Allahun që më ka mësuar. Po, gjuha arabe është, besoj, është shumë esenciale për një musliman. Që ka mundësi me mësu gjuhën që ka zbrit testamenti i fundit të Allahut, ka zbrit Kurani, në gjuhë dhe ti nëse don me të vërtetë me kuptu fenë tonë, thellësisht, dhe me kuptu se çka po don Allahu prej teje, në pas mundësi me kuptu, pas përmes mësimit të gjuhës arabe. Domethënë mesazhi janë për çdo musliman që nëse ka mundësi, sidomos është në vitet më të reja, që me mësu gjuhën arabe. Allah të shpërblet, falenderojmë për këtë intervistë. Allah nderoj.